Genc Maloku, babai të ndjerit Andi Maloku, shoferi që mbeti i vdekur në atentatin mafios që ju bë ish prokurorit Arjan Doja te mbikalimi i Shkozetit më 1 nëntor 2019, ka dëshmuar në gjykatën e posaçme. Ai ka rrëfyer mes lotësh bisedën e fundit me të birin, teksa kujtoi se pas atentatit 26 vjeçari e telefonoi dhe i tha: "Jam keq o bab", më tha, "më kanë gjujt". Genc Maloku dëshmoi para tokave të zeza se ishte në shtëpi në ato momente, teksa theksoi se mendoi se i biri po bënte shaka. Babai i viktimës shtoi se i biri i kishte thënë që po udhëtonin me automjet kur ju erdhi një makinë, ndërsa para atentatit kishin qenë në restorant, ndërsa u shpreh se i biri ndroi jetë pas 7 ditësh në spital. Arjan Doj në atë periudhë ishte prokuror në Durrës. Ditën e ngjarjes isha në shtëpi, më mori vet djali. Ka qenë ora 4:30, 5. Nuk e pash orën tamam, mendova se ishte shaka, orar pas diteje. Në spitalin ushtarak shkova, te vendi ngjarjes jo. Komunikova me djalin. Kishin qenë në restorant përpara. Djali ka qenë jashtë. Në automjet me djalin kanë qenë prokurori dhe Rumi. Pas ngjarjes jam takuar me prokurorin, më ka ardhur te shtëpia, tregoi Genc Maloku ndër të tjera.